Me përfitu Edi Rama për këtë kam, thoni Sali Berisha. Edhe 2-3 vite e ki Shqiprinë e Bashkimin Evropian. Ta ka bërë Shqiprinë qendrën kryesore të Bashkimit Evropian. Kush ta ka shpallë pavarësinë e Kosovës? Jo më hashim tha që ta ka shpallë pavarësinë e Kosovës. Rënof hashim tha që ta ka shpallë pavarësinë e Kosovës. Ja, o dash me lexue. Arton. Nëse Edi Rama... Arton. Azden. Lutem, Azden, jam me Artonin, lutem pak respekt. Nëse Edi Rama është qasi politikani monstrum, që është po e përshkruani ju, që është ka mundësi Edi Rama me pas mandatin e 4 fitume me 1% të lutna, mbi 70%. Që është ka mundësi Edi Rama me shku në negociata me Bashkimin Evropian, me e vendos bazën ajrore të NATO-s në Shqipëri, me pru samitin e Berlinit me umajt në Tiran, me pru samitin për Ukrajinën me umajt në Tiran, pra me pas lidhe këç moja ndërkombëtare, ku që këtë qarqet ndërkombëtare sot, venin kyç, edhe personin kyç, për me diskutu për rajonin e kanë Edi Rama dhe kanë Tiranën. Që shko mundësi, jo me ndohë, nëse Edi Rama është kaq monstruoz, që shpe përshkru një, pra nuk ish vendos, nuk ish vazhdu me bashkëpunu Bashkimit Arton, Labi pas ka përgjigje, ta dëgjojmë. Mari, e para, unë jemi thari Bashkimit Kombëtar. Me thëmë një idiom më së mdalë shpijë ti, të realizu. Mica Kosovarë janë. Çfarë mënyre është jam kundërshtare ta di që shko këti për Bashkimin Kombëtar? Ik. Elina, ta dëgjojmë Labi se kemi një replikë. Ik, më zdërdollit, ik. Jo, tu dhe Maxhu. Okej, Elina, ta dëgjojmë Labi, lutem. Na tha antishqiptar neve, ma herë. Mirë, Labi, vazhdo. Bese që dëgjove. Vazhdo. Falem për ta bërë një replikë për Artonin. Jo, në të kërkon falje, jo, në të kërkon. Okej, Labi. Na let lutna dhe të... Lutem, jo, me gjitha të jo me këtë gjuhë. Lutem, Labi, lutem. Na tha antishqiptar, e dëgjove? Mirë, e bërë replikën më pas dhe lidhe në regull, për jo me këtë gjuhë. Kërko falje i emancipuar. Mirë. Kërko falje i emancipuar. Elina, ti apim apsirë të besoj që reflektojnë me njerët, se se ka menduar ndërsa në atë mënyrë. Shqipëria është zonë geostrategjike, për bashkësinë ndërkombëtare, rrjedhimisht bëhet epicentër. Ti që i ditë të gjitha, po. Amo i hanë që shumë për kuptimin debati. Mirë, Elina, të lutem më prit pak, të lutem. Atëre vazhdoj, Labinat. Është epicentër, sidomos e arealit ballkanik, rrjedhimisht, thash zonë geostrategjike, rrjedhimisht bëhet edhe epicentër kështu e këtij areali. Që kjo është çështja. Veç për qita. Dhe samiti Berlinit vjen mua për ata? Po, a është shëtitës? A është shëtitës? Jo, është shëtitës. është shëtitës. Zdo t'i vjetë ma dhe Gjera e por që samiti Se ti përmerë shëvesh? Qka është kjo? Ja, veç pak, veç një minut. Qka është kjo që përmerë shëvën e vesh? Njërde? Për qka? Për qka është një përmerë shëvesh për një detaj që e gjanë Google? Që samiti Berlinit udhtona për vendet që janë pjesëmarrëse. Po? Gjera e por që samiti Berlinit ka dollë jashtë Bashkimit Evropian ka në Tiranë. Qka i bjena? Kjo është sinjal që Shqipëria është afër integrimit të vërtetë. A më tonë nuk po më me kuptu qysh dhe më hasaj për qënë që ka shnalë se a jena këtë? O që koranë sigur A jena këtë? A jeti me qëtë qëndrim të Ramush Haradinat lideri kam qenë kunder. Idejes e korrigjimit, kam qenë kunder idejes korrigjimit. Lideri partijës tane për thot Edi Rama, Hashim thot që edhe Batan Gjiu janë të radhëtar, kanë thonë. Ka thua atëherë. Atëherë? Qysh atëherë?